Lakrori I vitit ri nga duart e mamit. Do më thoni tani dhe Eva hapi petë. Mirë edhe nga duart e Evës, vetëm që e them nga duart e mami se të gjithë procedurën tjetër pastaj e bëri mami. Do me thënë, skuqi mishin, këto qepët I preu babi, në fakt tani është punë e gjithë familjes kjo me sa shikoj unë, se edhe mami, edhe babi, babi po që petët, mami I hapi petët bashkë me Evën, pastaj mami skuqi mishin, e përgatiti në tepsi, I vetmi që nuk pas kam punuar për këtë lakror që në kam unë, s'ka gjë, po a prezantoj juve unë, ndaj mos u ndjeni fare, dhe tani këtu një herë, I hapi dhe 3 petë për në fund të tepsis, të cilat duhet të jenë të freskëta, nuk duhet të jenë të pjekura, pastaj do t'i marri petët të cilat I poqim të gjitha bashkë, edhe duhet t'i shkoqi, t'i bëj kështu copa të voçkla, mishin e heqim më njane, që të ngeret lëngu I mishit, I cili ka shumë qep brënda. Ca nga ca petët, do t'i marrim tani dhe do t'i lagim me lëngun e mishit, edhe do t'i kthejmë brënda të tepsia që kemi shtruar 3 petët në fund, si që thashë, procedura duhet të bëhet avash, jo të gjitha petët bashk, se disa mund të njomen, disa të ngelen të thata dhe të mos dali I mirë ashtu lakrori. Disa njerëz I hedhin edhe në energjik, dhjozmo, neve nuk I hedhim, se nuk na pëlqen shia, po në qoftë se doni juve mund t'i hidhni edhe dhjozmo pa problem fare. Pastaj, pasi I vendosi të gjitha petët, I lagu edhe I hodhi brënda në tepsi, vendosit sopat e mishit, mund t'jetë mish viçi, mish qengji, mish keci, çfarë mishi të doni juve. Si qikoni lekën, sa do që e kishim lare, mbështollum edhe me 1 letër kuzhine, se sa do që ashtu, 500.000 duar e kanë kapur, edhe e vendosim nën mish, ose brënda tek petët e lakrorit, kësaj radhe neve e vendosim nën mish. I hedhim dhe vaj nga lartë, edhe u poq lakrori, që ta marrim neve në Greqi për vitin e ri, na e përgatiti mami në Shqipëri, e morëm tepsin si që kishim, e sollëm në Greqi. Kujt I ra leka, do ta shikoni te video tjetër. Ciao!